një lajm të fundit në fakt, një lajm të rëndë, është ndarë nga jeta në moshën 58 vjeçare Artan Lame, një nga figurat e njohura të jetës publike shqiptare. Ai drejtoi për disa vite Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave informale, si dhe mbajti poste të tjera shtetërore duke qenë aktiv në radhët e Partisë Socialiste. Mësohet se Artan Lame ndroi jetë në Mynik, ku kishte shkuar për një ndërhyrje në zemër. I lindur në Tiranë në vitin 1967 me origjinë nga fshati Qytezi i Kolonjës, Artan Lame la gjurmë si pjesë e shoqërisë civile dhe si funksionar publik. Ai është i njohur si publicist, opinionist dhe koleksionist shqiptar, studiuesi i historisë shqiptare, veprimtar i shoqërisë civile për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Gjithashtu veprimtar politik i Partisë Socialiste dhe funksionar shtetëror. Lame ka mbajtur disa detyra shtetërore nga 99 deri në vitin 2000, drejtori i trashëgimisë kulturore në Ministrinë e Kulturës, në 2000 deri në 2002 nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, 2002-2005 zëvendës ministri i Territorit dhe Turizmit, në 2013-2019 drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave informale, nga 2019 në vijim drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Krahas shumë reagimeve për ndarjen nga jeta e Artan Lames, ka një reagim edhe të kryeministrit Edi Rama, i cili në rrjetin social Facebook shkruan: "I pabesueshëm, por fatkeqësisht i vërtet lajmi i befasishëm i ndarjes nga jeta e Artan Lames, jam pa fjalë, ngushëllima e Mirelës, djalit të tyre dhe familjes e shokëve të përbashkët", shkruan kryeministri Edi Rama në reagimin e tij.